Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Para pak kohësh në Uqin u promovon tekstet mësimore plotësuese historie shqiptarëve të dedikuara për nxënësit shqiptar në Maltezi. Botimi është realizuar nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Maltezi, ndërsa sipas informacioneve kërkesa për licencimin e këtyre teksteve tashmë është dorëzuar në Ministrinë e Arsimit dhe pritet miratimi në mënyrë që ato të bëhen pjesë e procesit mësimor dhe të hyjnë në bankat shkollore. Për rëndësinë e këtij botimi, përmbajtjen e tij dhe rolin që mund të ketë në forcimin e identitetit dhe njohjen e historisë kombëtare të brezave të rinj, sot kemi kënaqësinë të kemi në studio një nga autoret e këtyre teksteve, profesor Mark Junçaj. Profesor, faleminderit shumë që pranuat ftesën e televizionit të Bojën. Përshëndetje dhe mirë se takojmë në një bisedë me rëndësi për gjithë shikuesit. Përshëndetje, faleminderit gjithashtu për ftesën, gjithmonë është kënaqësi të jem këtu, andaj shfrytëzoj rastin ato përshëndes gjithë si juve, si stafin, si teleshikuesit. Atëherë, si fillim, si lindi ideja për hartimin e këtyre teksteve plotësuese dhe pse u pa nevojshme një botim i tillë? Po kjo është një problematike ka hershme me dekada, do t'i thoja, domethënë mungesa e mësimit historisë kombëtare për shqiptarët në Maltezi, konkretisht pra edhe për ne, për arsye se nga vitet e 90-ta kur u tërhoqën tekstet e Kosovës, për shembull, sa atëherë përdoreshin më herë nga nxënësit e viteve 80-ta, për shembull 70-ta, kështu me radhë, tekstet nga Kosova, aty kishte histori kombëtare. Mirë po ma vo do të thotë në Maltezi lindi një praktik tjetër, që nxënësit shqiptarë të përdorin tekstet malazeze vetëm me përkthimin e gjuhës shqipe, domethënë aty ishte dallimi. Dhe her mas heret janë shfaqur disa nga idetë se është mirë që kjo ndryshohet, të bëhet diçka, të bën ndonjë hap, pra thotë pozitiv në atë drejtim. Dhe kohëve të funit, thëmë kështu, një iniciativë e tillë është e bën para dikon rreth 10 vitesh, kur drejtori i drejtoratit për arsim gjuhën shqipe ishte ministri aktual Manesh Dukaj. Dhe ai pat krijuar një komision atëherë që të bëhet një veprim ky drejtim dhe unë isha pjesë e atij komisionit atëherë. Dhe ne tentuam, provuam, domethënë, bëm disa takime, bëm propozime, por më në fund do thotë ajo u hesht krejt, domethënë, nga ministria nuk kaloi. Dhe tash kohëve të funit, them kështu konkretisht, tash në 2-3 vitet e funit edhe Këshilli Kombëtar ka nisë më shumë prapë ta ringjall këtë ide. Mirë po një ndër iniciatorët kryesor është edhe konkretisht mund t'i themi edhe Dominik Ugzini, do thotë një studios nga Shqipëria, pra thotë, i cili rastësisht duke nejtuar me ta para 2 vitesh, si po rrin puna në Ekëndej, edhe unë i tregoj këtë problematik, thotë, nuk është rregulluar ende. Jo, dhe mas ne nisi edhe pak atë iniciativën dhe Këshilli Kombëtar, kështu që kjo ide lindi, t'i themi kështu, si nevojë e brezave, do të them kështu, me dekada, që nga shkputja që thash e viteve 90-ta e deri me sot dhe pritet që bëhet diçka në të ardhmen më e mirë. Çfarë do të sjellin këto libra ndryshe nga tekstet e historisë që nxënësit përdorin aktualisht? Do të jetë një ndryshim të i madh. Për arsye se tekstet që përdoren aktualisht janë tekstet kryesisht me histori malazeze ose evropiane, ose kombinacion t'i them kështu, mas mirit. Dhe pse thash ndryshim të madh, për arsye se do të jetë edhe historia kombëtare si shtame, do thotë një ndryshim të i madh. Sipas ligjeve të Maltezit, do thotë plan programeve, 80% që është obligativ, pra thotë për gjithë njësoj, kurse 20% e landës historisë, konkretisht në këtë rast, po landeve tjera o identitare, t'i them kështu, është në, t'i themi kështu, ajo kurikulumi, t'i them pjesa ma mire programi që është e lirë. Pra, thotë e lirë, në kupton që ajo vartë nga mësim lanë si bashkë me aktivin, dhe thotë se si e percepton atë, si e regulon atë plan, dhe aty gjithmonë kem pas një drejt, thonë kështu konkretisht që ta përdorin për njësi mësimore lokale edhe për njësi mësimore kombëtare të cilat kanë rëndësi për komunitetin ku jeton. Konkretisht në këtë rast pra historisë shqiptare për ne. Dhe ta shti ndryshimi, 80% që nuk do të ndryshoj. Ai libri do thotë bazik, sa është libër bazik, ai do të mbes viti i parë 2, 3, 4 gjimnaza, po 4 vitet e fundit shkollës fillore, ata do të mbesin për 80%. Ky është i paraparën për këtë 20%. Domethënë, dhe ky do të sjellin, do të ketë vetëm histori kombëtare. Dhe aty do thotë njësit nga historia kombëtare do të jenë nga fillimi, shfaqja e njerëzimit, pra nga koha e Gurit deri tek ditët e sotme komplet. Dhe aty do thotë do të kenë mundësi të mësojnë për Iliret, për shembull, viti i parë.
Sa i libra është i konceptuar, për shembull, e keni parë juve gjatë promovimit, aty është i konceptuar një libër për gjimnaz, pra do thotë, dhe një libër për shkollë fillore. Dhe atë libër për gjimnaz në kupton se është i vlefshëm për 4 vitet, sikurse edhe ky i shkollës fillore do thotë për 4 vite. Dhe ndryshimi prapë përsëris njësit me histori kombëtare, ku secili vit i ka para 11 deri në 12 njësi mësimore. Tashti varet prej aktivit, do thot në përshkolla se si do ta bëjnë ai plan programin, a do t'i zbatojë ato 11-12, nuk do t'i zbatojë etj, pak ashtu deri tek liria e tij, a do të arrijë. Nga njerë dim se gjitha edhe orët nuk mund të zbatohen, mirë po balancia është që e ka përpara. Dhe, çka është këtu do thot një risi në këta libra, të cilët librat edhe më parë nuk e kanë pas, është se kemë edhe histori konkretisht nga vendi ynë. Ose thëmë nga zonat tjera shqiptare, si që është Ulqini, Plava, Gullësia, deri tek Rozhaja, se përpara do thotë zakonisht kemë pas histori kombëtare, thëmë kështu në vitet e 80-90, mirë, po nuk kemë pa historit i thëmë nga zonat tona. Dhe spaktit, në çdo vit është i parapar një mësim deri në 2 mësimet e cilat kanë bajnë me zonën, për shembull e Malësisë konkretisht, ku që sa për ilustrim në vitin e parë kemë Malësi e Madhe gjatë kohës Ilirë Romake, për shembull, ose gjurmet Ilirë Romake në tokat shqiptare, trevat shqiptare të Malit Zi, pra thotë i kemë ashtu të parapara, duke paraqitur edhe thëmë kështu mbetjet vjetra, siç është qoftë Samobori duke përmend gjytezën e Dinors, gurte ndryshëm Miljar, akvaduktin etj, pra thotë e kemë një ndryshim t'i thëmë, i cili besoj e plotson edhe atë zbrastin sa na takon edhe neve, se unë gjithmonë them është më rëndësit t'ja nisim me mësoni herë nga vetja, masa ne zgjerohemi edhe për tjerët, edhe për kombin. Pra, thot njerë do të për zonën tonë, masa ne shkojmë, zgjerohemi edhe për kombin tonë. Janë përshtatur besoj edhe këta libra moshës të nxënësve apo jo, duke qenë se janë të ndarë në shkollë fillore dhe shkollës së mesme? Po, do thot janë përshtatur dhe ne që kemë punuar, do thot në ata libra, gjithë jemi edhe punëtor të arsimit, ashtu që dim se pak a shumë se cili nivel edhe duhet, se për shembull unë kam qenë për gjimnaz vetëm, do thot si koautor, ndërsa për shembull nga zona jonë ka qenë Tom Lucaj për shkollën fillore, me kanë se ka dhënë mësim, do thot mësimin e historisë në shkollat fillore, ashtu që po, do thot janë marrë gjitha parasysh ato niveli i nxënësit, niveli do thot se sa ai mundet me perceptua, sa mundet ai do thot ta kuptoj, se ne tash aty nuk ti themi një gjë, nuk mund të bëjmë shkencë. Do thot nuk është ai libër shkencor, është libër do thot informativ i cili u përmbahet do thot aty në normave pedagogjike, se ato janë shumë më rëndësishme ti kem parasysh, të cilat do thot për nxënësin mos të jenë pa kapshëm, po të jenë të kapshme edhe në një farë mënyrë ndoshta dikush që edhe don historinë kombëtare të jenë edhe atraktive, ti them në anën tjetër, ashtu që po jemi munduar, tash ti një gjë do ta potencoja, libër perfekt nuk ka. Do thotë që tash themi ndoshta nuk ka ndonjë mangësi aneja apo këndeja apo diçka, do thotë libër perfekt nuk ka, asku nuk është perfekt. Edhe nëse do thotë do të jetë thon kështu në një farë mënyrë të jo aq i mirë, s'pakti det të jetë shtys për dikon nesër që ta punojë më mirë. Domethënë, edhe besoj se në atë mënyrë arritet efekti se tash ti prej diçka i do t'ja fillojmë. Domethënë dhe ne konkretisht pra po them, domethënë është hera e parë që bëhet kështu, këtë për ne, pra thotë mirë po, prapë e përsëris domethënë kemi pas parasysh edhe parashtrimin e pyetjeve që tu përmbahemi aty në do thotë normave, o normal do thotë në pajtim edhe me rregullave të Albasit, domethënë shtëpisë botuese e cila ka licencë për botimin e librave shkollor në Shqipëri. Mirë, sa kanë qenë të përfshirë historianë dhe ekspertë të tjerë në hartimin e këtyre teksteve dhe sa ka gjatur puna për realizimin e tyre? Do thotë kanë qenë, themi kështu konkretisht, me kanë se Albasia, shtëpia botuese e cila ka botuar, aty ka qenë të kyçur jo vetëm historianë apo të them kështu, do thotë hartues apo koautor, vetëm nga zona jonë, kemi pasur nga Shqipëria, kemi pas për shembull nga Kosova, të cilët kanë qenë pjesë e disa nisive mësimore, të cilët ata i kanë punuar ata vetë. Pra, thotë kështu që është një bashkëpunim i disa autorëve ndryshëm, nga zonat e ndryshme dhe një farë mënyrë gati të themi ashtu ose një bashkim i shqiptarëve në anën tjetër, pra thotë sa i takon kësaj pjesë do thotë pyetjes, pra lidhur me këtë se si është punuar domethënë në aspekt dhe besoj se ja kemi arritur edhe qëllimit deri aty. Nëse Ministria e Arsimit miraton licencimin e tyre, sa i rëndësishëm do të jetë ky hap për arsimin në gjuhën shqipe në Malëzi? Unë mendoj se do të jetë shumë i rëndësishëm, për arsye se do ta jap vetëm një sqarim. Për një komb janë 2 shtylla kryesore. Gjuha është
dhe më thënë ajo bazikja, pra thot se pa gjuhë nuk mund t'i themi vetit as shqiptar, pra thot mësimi gjuhë shqipe, ka shumë rëndësi, po përveç kësaj edhe mësimi historisë në veçati historisë kombëtare. Pra thot të janë të dy shtyllat që e mbajnë kombin. Dhe shpesh kur janë munduar për të na asimiluar, janë munduar këto dy shtylla na i prish. Se nëse na e prish kujtesën, na thot thjesht ne atëherë na vjen dikush na thot jo ju nuk jeni shqiptar, jeni diçka tjetër, jeni çka po dion, do thot propagandë të ndryshme, por nëse ne ndalën gjuhën, siç kanë tentuar për shembull mes dy luftrave botërore që nuk janë lejuar mësimin e gjuhën shqipe konkretisht, pra thotë ka kanë qëllimi vetëm i asimilimit. Kështu që me këtë besoj se ministria do të plotësojë eoni drejtave të njerëzit, konkretisht pakicave siç jemi ne këtu në këtë shtet, dhe do të potencojë diçka, do ta respektoj eoni drejt kushtetuese. Për arsye se sipas Nenit 79, do thotë, aty qëndron se pakicat kanë drejt të arsimohen në gjuhën e tyre amtare, pra, do thotë, sidomos aty kanë shumicë, po se po, dhe tjetra përveç kësaj kanë drejt se për lëndet identitare, ku bën pjesë e historia, ti kena programet e posaçme. Pra, ashtu që do më thënë edhe në pajtim me ligj këto janë, pajtim me kushtetut janë, ashtu që nuk mund të themi se ne kemi pas parasysh o diçka tjetër, kemi pas parasysh që ti respektojmë edhe ligjet aktuale të cilat janë në shtet, se për ndryshe atëherë është jo ligjore, ti thonë kështu, dhe ministria me këtë do t'jepte një sinjal tjetër, do t'jepte një sinjal se është e gatshme ti respektoj të drejtat e shqiptarëve një, dhe i dyta e besoj se do të dikoj edhe tek nxënësit nesër o në atë fuqizimin e ndjenjes kombëtare tek e fundit më shumë, kur e shohin se mësojnë për veti, për kombin e vet, për vendin e vet, se mendoj se secilit pak kur i përmendet në një pjesë atje malësia, besoj se dje vetin mirë. Për shembull, që vetëm sa për o ilustrim, aty kemi një nisim simore kryengritja e malësisë. Do thonë të cilën e kem punuar enkas për ne, do thotë, dhe besoj se nuk ka malësor që dhe s'paku s'ka dëshirë të din 2-3 fjali lidhur me ta. Dhe pra po kthejmë, do më thonë, a shumë më rëndësi që kjo aprovohet dhe hapet dera atëherë edhe për lëndë tjera identitare si që është arti, do thotë i themi kështu figurativa për muzika, por tjere që aty të bëhen doni ndryshim dhe të bëhet edhe një plotësim i drejtave shqiptarëve. Pikërisht do të ndërlidhem këtu me pyetjen se sa mendoni se njohja e historisë ndikon në ruajtjen e identitetit kombëtar, gjuhës dhe trashëgimisë kulturore. Besoj se ndikon shumë. Besoj se ndikon shumë për arsye se është edhe njeriu kur e njeh vetveten, ajo është sikur se do thotë pra e njeh veten, kur e njeh historinë kombëtare, besoj fiton një farë krenarie. Duke ditur se kush ishim të kaluarën, sa qëndruam, sa gjatë ishim në sundimet huaja, pra duke filluar atje që nga romakët, për shembull, bizantinët, sërbet, osmanët, slavët, prap, e tjerë, pra, dhe mbetëm shqiptarë. Dhe shtrot pyetja si mbetëm, pra, thotë e tjerë. Dhe është mirë që këto ne ti dim, duke falë rezistencave e tjerë. Dhe ana tjetër diçka që është pozitive për shqiptarët, për shembull, thjesht religionet e ndryshme mirë, po funksionon si një kombë. Që në Evropë po shumë vështirë të gjendet një shembull i tillë apo edhe në botë, them konkretisht se ne i shohim sllavet. Domethënë nëse duam të shohim slavet, kroatët, bosnjakët dhe serbët, 3 religione kanë sigurisht se shqiptarët. Gjuha është e njëjtë, mirë po janë armiq të përbetuar. Tek shqiptarët kjo nuk pinoj. Dhe është mirë që gjithmonë ne ta dimë këtë dhe kjo do të na ndihmojë që të forcohemi edhe si kombë dhe të bashkëpunohemi brenda vetes, pra ato çka shumë më rëndësi dhe të lidhemi edhe sa më shumë. Për arsye se shpesh edhe them kjo kur e përmendëm tani, çështja e religionit është çështje personale, kush si beson është personale, ndërsa gjuha kombi janë ato të cilat ne na identifikojnë dhe prapë po kthehem me mësimin e saj, ne duhet ndihemi pak e besoj edhe krenar se në një rast një amerikan, Wilkinson, shkoi një libër të shkurt për shqiptarët, kohës perandorisë osmane dhe thotë der tjera. Perandoria osmane thotë me qëllim nuk i lënë që të përparojnë dhe të hulumtojnë të kaluarën e tyre, se nëse këta e din të kaluarën e tyre, këta e flakin më njëherë perandorinë osmane. Dhe më thënë atë ishet fuqishëm shqiptarit. Mirë, a mendoni se të rinë sot kanë interes për historinë apo nevojitën format të reja për t'u afruar? A kjo një pyetje shumë interesante, do thotë, s'kish me thonë, masë e qelluar me kënd se jem në një kohë ndryshimeve të mëdha, siç e shihni edhe ju vetë, domethënë është koha inteligjencës artificiale, zhvillimit marramends teknologjisë dhe shtrohet pyetja jemi në gjendje ta përcjellim, ashtu që të rit shpesh bien në ndikimin e tyre. Dhe tash ti është edhe kjo shumë më rëndësi, sa i tërheq.
sa është tërheqëse. Se tash sistemi shkollor ka pak një problem, do të ndalem edhe këtu. Pse ka një problem? Se bazat e vetat, i thom këto, themelet e vetat mirë fillta i kanë shekuj 19. Do thënë para 2 shekujve në kohën e industrisë. Dhe nuk janë bërë kush e ditë ndryshime të mëdha brenda sistemit arsimor. Dhe tashti zhvillimi teknologjik, zhvillimi shkencor, përparimi, mendimi ndryshe ka evoluar shumë dhe më duket se pak sistemi shkollor atëherë nuk është më aq interesant sikur se ka qenë të kaluarën. Dhe tash kjo pyetje për ata shumë interesante si t'i afrojmë ne të rit. Thot, mirë, po nuk varet prej nesh, varet prej ministrisë, i thonë kështu konkretisht, dhe prej qeverive të cilat e bajnë planin e sistemeve shkollor. Mirë, po, unë mendoj se tashti duhet pak bajnë ndryshime dhe brenda sistemit dhe me pas se çka intereson të rive dhe përmes saj me mësoj histori. Se tashti ajo mënyra klasike, nuk e di se sa është tërheqëse më, ndoshta ne si mësimdhanë ndoshta ne mendojmë se është tërheqëse, mirë, po nxënësi edhe e mëson, po e mëson ndoshta për not, por nuk e mëson ndoshta me qiv, dhe atë nuk ja kemë arritë qëllimit ashtu siç duhet. Pra po thëmë është mirë që t'i analizojmë këto gjëra dhe sa ma shumë kam në dash ndoshta që ne të përdorim teknologjinë që të arrijmë deri tek nxënësi në mënyrë më ndryshme dhe si mund të arrijmë ndryshe është edhe nëse pak ja njohim historinë familjare dhe e dim se familjarisht e ka një figurë atje kombëtare të rëndësishme, edhe ja prekim atë figurën, i themi, këti e nipi apo stërnipi këti, atëre shoh se pak ndikon edhe në krenarinë e tyne, domethënë. Ma e thanë, je hoti, je grud, je prej bajraktarëve, je kështu. Pra thot, është mënyra se si, e ne me afrua që ta duan. Se ta shti shpesh varet edhe prej mësimdhënësit. E ban që lëndën ta duan, apo ta urrej. Pra ta thash që në start një pyetje që bash simpatike, kisha më shumë mirë. Që ekzistojnë mënyra të lloj-llojshme që po, do thotë gjithmonë jam i mendimit se mënyra ekziston, tash është vetëm pyetja a dim ne me e përdor. A dim ne me udhëzuar nganjëherë, se tash ti për shembull kur e keni një nxënës që është interesuar, më thotë ku mund të hasi më shumë informata për Bezam Skënderbeun, apo Bezam Dexhelulin, apo kryengritjen, duhet të ne dim se ku ti drejtojmë. Pra, thotë ne, unë nganjëherë shpesh mundohem që disa ngjarje historike, jo vetëm shqiptare, por edhe evropiane, të lidhi edhe me ndonjë film. Se ndoshta e ka pa filmin dhe kur të shohin atë film ka me mbetën kujtesë, se pamja ka shumë rëndësi, domethënë. Kështu që unë mendoj se prap një pjesë të rive momentalisht janë të interesuar, edhe përmes grupit historian të ri që funksionon në shkollë tonë shumë. Por një pjesë të rive momentalisht janë dhe diçka që ndoshta e ke vrejt edhe vetë, pak shkon edhe me moshën, se i shoh tash njerëzit kur plakën pak u interesoi historia më shumë. Se sa kur janë të ri, që është pak, nuk e di. Janë me të vetëdijshëm. Ndoshta edhe ajo, do thotë i kanë pa se në kaluamën ka vit, është dashur me mësua më shumë, mirë po, kjo është momentalja. Mirë, atëherë, cilat janë periudhat ose figurat historike që sipas jush kanë qenë më pak të trajtuara deri më tani dhe që në këto libra që folëm deri më tani marrin vendin e merituar. Po tashti spalit Skënderbeu, thënë këta librat më herët është përmend vetëm, ndoshta 2-3 fjali janë në vit 2 që e përmendin Skënderbeun. Këto janë një dy mësimore të cilat e trajtojnë. Normal që Dexheluli dhe kryengritja e Malësisë, lidhja e Prizrenit, mos të harroj, se për ne shqiptarët aty lindin, aty është ai çementimi aty në ideve tona kombëtare për krimin e shtetit shqiptar, dhe sidomos edhe për ne malësorët, aty do thotë trajtohet edhe betejë e Teura e Zharnicës, e 22 prillit vitit 1880, ku sidomos na ka mbetur një histori ajo thirrja e Bacakurtit për të dalë përpara, domethënë slavëve të cilët vinë për të pushtuar Tuzin me hodhë dhe me grud. Kështu që pak a shumë gjitha periudhat i qesim në mënyrë të barabartë që të mësojnë më shumë dhe faktikisht përsëris prap, domethënë figurat shqiptare nuk kanë pas vend në historinë malazeze. Në historinë e shkollat, i them kështu më mirë, të cilat është përdorur në shkollat e Malit Zi, edhe me mësimin e gjuhës shqipe, ato nuk kanë pas vend fare, sikur të ishin do figura, nuk e di, jashtë toksuar, apo nuk di si ti quaj. Profesor, për fund, nga ju dua edhe një mesazh për nxënësit, mësuesit dhe prindrit të lidhur me rëndësinë e njohjes së historisë son kombëtare. Po tashti në Malësi është një fjalë që përdoret që duket simpatike pak, matuf i thonë. Gjithë malësorët e dinë se çka do të thonë fjala matuf dhe nëse ne, mesazhi im është, nëse ne nuk e mësojmë historinë kombëtare të kaluarën tonë, atëherë mund ta kap një farë matufllakut aty ashtu që mirë është që mos bëhemi matuf, në atë aspektin matuf
kur është në pyetje identiteti kombëtar. Dhe mesazhi pra im është se është mirë, nuk them tash gjithë bëjmë historian, gjithë ta studiojmë historinë, po s'paktit disa ngjarje historike që kanë bënë me Malësinë dhe me Shqipërinë, është mirë që t'i dimë që nesër të jemi të vetëdijshëm, të jemi krenar për ata çka jemi, edhe kjo vetëm përmes leximit mund të arritet si për nxënësit, po edhe të rriturit mos mendojnë se me rritje ka përfunduar mësimi, se ne gjithë edhe sot e kësaj dite mësojmë. Efimo mbetet ju falenderoj shumë për kohën, për kontributin që gjithmonë jepni për historinë kombëtare. Ju falenderoj shumë për gjitha informacionet që keni dhënë në lidhje me këta libra dhe ju dëshiroj shumë sukses. Uroj që këta libra shumë shpejt të shpërndahen në bankat shkollore. Faleminderit për gjitha urimet, ashtu edhe ju uroj dhe thot një sukses edhe një ngritje si në karrierën tuaj personale, ashtu edhe TV Bujinit. Faleminderit. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen. Mirupafshim në emisione tjera.